normal, e prej asaj edhe një qeveri ma normal. Por një tjetër proces zgjedhor Kosova e përmbyllit të dielën, zoti Vllasi. Zgjedhjet lokale u cilësuan ferë dhe demokratike, por aja që ka bërë, themi, një vëmendje më të madhe është kthimi i listës serbe, fuqisë së saj, duke u kthyer në komunat veriore. Do të udhëheq me komunat veriore dhe disa komuna të tjera në 10 parashihet në total. Çfarë do të thotë kjo, zoti Vllasi, dhe a do të ndryshojë situata në veriun e vendit? Situata në veriun nuk mundet me ndryshu sepse me kushtetut, pushteti komunal dihet çfarë kompetencash ka. Nuk ka mundësi kur një pushtet komunal me kthy gjendjen që ishte para ne sa i përket sigurisë, shtrirjes të sovranitetit e tjera. Sërt atje i fitun votat është e pritshme, sepse sërt në Kosovë votojnë si në Korenë veriore. Ky Vučići, ky Milsungi i Serbisë, i thot votani qështu, kanë votu qashtu, dhe ajo nuk po për të habit, unë vetëm habit na pse na i kushtojmë aq rëndësi që nuk duhet qashtë i kushtojmë faktorit sërb. E bënën problem kënë me bënën kryetar, dikon për listës sërbe, apo Nenad Rashiqin, njëherë Nenad Rashiqin nuk i mur votat, tasht i mur votat, tasht mundet me dalë që kjo zgjidhje nuk ishte në përputhje me vendimin e fundit kushtetutës, se që she kuptova une, vendimi i fundit i kushtetutës që ju drejtue gjykatës kushtetutëse kjo lista sërbe, doli që ata kanë drejt me propozue nën kryetarin, po nëse si do që të bëhet, edhe me ardhna i vendim i ri gjykatës kushtetuese që me zgjedhjen e Rashiqit nuk u veprua mirë, por duhet një listë sërbe, pa një çfarë rëndësie ka ajo. Pi 5-6 kryetarëve të kuvendit që kush as si din kush janë, as kanë kurfar pushteti, merren vesh me kryetarin për seancat, për rendin e ditës seancave. Një sërb si Rashiqi, i cili është pak më lojal shtetit Kosovës, më mirë do t'ishte me qenë me marrë një vend në qeveri si ministër, sepse sërbëve nëse nuk e kanë nën kryetarin në qeveris, nën kryetarin e kuvendit, qeveri do t'ju takon një vend, që ashtu është asi, për sërbë nuk e kanë atë peshë në Kosovë që na tash mu preokupue qatë shumë se çka do të bëhet. Anë veri nuk mundën kryesora, nuk mundet mu kthy gjendja çfarë ka qenë para asaj kohe kur ata pa kurfar nevoje kryetarët e komunave dha ndërheqje, sepse çështu ju dha Vučići. U shpallën zgjedhjet e reja, i bojkotuan zgjedhjet, kënë qashtu që shkenë se ta shqiptarë, tashin moj zgjedhjen kryetar, për në dikëshirin ata punë e lokale, do më thonë pushtetit lokal qashtu që është me kushtetues dhe nuk mati nëj problem i madh. Por ka pasur deklarata